Banorëve të lagjeve Roçi dhe Halili në fshatin Valikar të Bulqicës ju ka sosur durimi i pritjes së investimeve nga Bashkia e Bulqicës. Por 35 vite me radhë, banorët thonë se janë mashtruar nga të majtet të djathtë për ndërtimin e rrugës që i lidh me rrugën kryesore të fshatit. Ata shprehen se janë mashtruar në çdo fushatë elektorale, ndërsa pas zgjedhjeve asnjë drejtues vendor pas viteve 90 nuk duket më aty. Në këto kushte, banorët kanë nisur të investojnë vetë. Ata janë bërë bashkë dhe kanë blerë çimento, hekur e zhavor dhe kanë nisur punën për shtrimin e rrugës afërsisht 1 kilometër të gjatë. Prej ditësh banorët po punojnë pa ndërprerje për shtrimin e rrugës me beton, duke mos u ndalur as nga ditët e festave apo në fundjavë. Banorët shprehen se kanë kontribuar thuajse nga 1 milion lekë të vjetra çdo familje. Çdo lloj i djathtë apo i mojt nuk ka vu fare as 100 dark me majtën e rrugës. Këtë po i bëjmë me investimet tona, me shokët tonë, me vëllezërit tonë, po dalim deri sipër. As i lloj investimi as i gësht. Ashtë bler rruga, ashtë shtru rruga. Çdo investim është i joni, nuk ka shtetis fare të asgjë. Na kemi fut mbi 1 milion lekë për shtëpi. A premtojshi shumë, po nuk jep të kush asgjë, do ta shohim. Ishim bashki, kemi shku 4 herë, 5 herë, ka shku dhe gratë. Dhe vetë mja përgjigja do të rregullojmë, se kur nuk dihet. Këtë votat janë dhënë asa kësaj partie. Kemi kërku me kohë të këtë shtrimin e rrugës, edhe kur ka ardhur kjo festime mjeshtria këtu, për herë parë, si ka kërku votën, ja kam thënë, i thash festimin, ne thash nuk kërkëm asnjë gjë. Ne kërkëm ujtë pak a shumë na ka ardhur. Kërkëm shtrimin e rrugës, të rregullojmë që këtë rrugë këtu. Kjo rruga këtu thash është cop-cop. Të shtrum, se si e shtroni ju e gjinive, ne kemi nisi thash. Ja kom thonë këta, e kemi nis tash me shtru me beton, se a patëm nis me shtru me beton. Tash me bëj betoni sikur nuk na vjen për vaj, po prej zortës madhe po e shtrojmë me beton. Tash për shtrujim të shtru me xhepin ton, jo se na e shtro kush. As festimi, as njëri. Pa shtrojmë me lekun ton, me xhepin ton. Të gjitha për ditë. Këtë rrugë, ta se kemi problem na. Te nuk e kemi problem. Po me më është se ke problem, po banë pra. Të s'po e bëjnë. Ne të shë kemi hi prapë me forcat tona, me lek tona. A sakrifis të se ne s'kemi biznese këtu. Ne jemi ana e shafshalagje jemi ne. Ne jemi cop-cop. Problemi pas rrugën qysh në 91 për Habdemacia. Premtime, mas premtimesh, votimet patjetër të majt, po thosh 90% majt, po thosh 90% majt. Po në rëndësi, zboni punë në prapë ka majta. Pret s'ka, ma në fund venosëm me bo vetë çdo lloj pune me lek tona. Si lagje hen zbat laf, në me thonë filoni është demokrat, jo, socialista. Festimi kishë një 3 herë në zyrë, gratë, bili kanë shku grupume, edhe ka thonë po, i në projekt, na bili kërkum thjesht beton edhe qement, murin do të bëjmë ne, si lagje, që mësu nga këmë fort nga fondet. S'kemi nesër, edhe venosëm, me forca tona, kush ma shumë, kush ma pak, mi dhonë paka shumë drejtin punës. Shtetis po investo kërkuni, shko ke bashkia, po kërkejas asizjon, edhe si ke bëjmë të shëna, gjithë jemi të dalë kë rruga, të punu. Banorët e këtyre lagjeve kërkojnë që asnjë përfaqësues politik të mos ju shkojë për fushatë elektorale për t'ju kërkuar votën, pasi janë mashtruar prej tyre për 35 vite me radhë e në fund investimin e kanë bërë vetë.